Rrëshqitit e vazhdueshme të Kodrës në zonën e Currillave, ku pak ditë më parë banorët e një pallati u detyruan të largoheshin nga banesat e tyre, kanë rikthyer shqetësimin për sigurinë e zonës dhe nevojën për një zgjidhje afatgjatë. Kryebashkiaja e Durrësit Emiliana Sako deklaroi se stabilizimi i Kodrës kërkon një projekt të detajuar teknik dhe një investim të konsiderueshëm financiar, i cili tejkalon mundësitë e buxhetit të bashkisë. Që pas janarit kemi kërkuar mbështetjen e institucioneve për të bërë të mundur analizat gjeologjike të Kodrës dhe për të bërë të mundur që të hartojmë një projekt të detajuar në mënyrë që të kemi mundësi ta financojmë. Sako bëri të ditur se bashkia ka kërkuar mbështetjen e institucioneve përgjegjëse për kryerjen e studimeve gjeologjike dhe hartimin e një projekti të plotë. Do të jetë një projekt shumë i rëndësishëm, apo do të jetë një projekt i cili do të ketë një vlerë të madhe dhe nuk do të jemi besoj që nuk do të mbulohet dot nga bashkia, por do të kërkojmë mbështetjen e qeverisë, do të kërkojmë mbështetje edhe në fondet ndërkombëtare, sepse ka mundësi financimi, besoj, dhe nëpërmjet fondeve të Bashkimit Evropian për çështjet e mjedisit. Sipas autoriteteve vendore, pas përfundimit të studimeve do të synohet sigurimi i fondeve për zbatimin e projektit përmes qeverisë shqiptare, por edhe programeve dhe fondeve ndërkombëtare, përfshirë ato të Bashkimit Evropian, që mbështesin projektet për mbrojtjen e territorit dhe menaxhimin e rreziqeve natyrore. Ndërkohë, zona avion të monitorohet nga strukturat përgjegjëse, ndërsa ekspertët pritet të përcaktojnë masat konkrete për të shmangur rrëshqite të tjera dhe për të garantuar sigurinë e banorëve.